Shtëpia e shëndetit në Kërçov ka ndërprer kontratat e punës për 8 punonjës shëndetësor në këtë institucion. Në emër të punonjësve të larguar nga puna ka reaguar Bukuria Ajrullaj, e cila tha se jemi larguar nga puna pas një arsye, duke na shkelur të drejtat themelore njerëzore në kundërshtim edhe me ligjin për marrëdhënie pune. Ata kërkojnë rikthimin e kontratave të punës, në të kundërtën do të kërkojnë të drejtat e tyre përmes rrugëve ligjore, duke mos përjashtuar edhe protestat. Jemi mbledhur këtu përpara shtëpisë së shëndetit Kërçov për t'ju njoftuar opinionin publik dhe institucionet relevante që ne largohemi nga puna pa asnjë arsye, duke u shkelur të drejtat themelore njerëzore dhe duke u përfill ligjet e shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, konkretisht ligji për marrëdhënie pune. Largimi nga puna pa të drejtë nuk është vetëm një padrejtësi, por edhe një dhimbje që shkatron dinjitetin dhe sigurinë e një familjeje. Ata që marrin vendime të tilla, shpesh të shtyr nga interesat personale apo abuzimi me pushtetin, harrojnë se pas çdo vendimi të padrejtë qëndron një jetë, një shpresë, edhe një e ardhme që tronditet. Ironia edhe më e madhe është kur të largon nga puna një grup ignorance që ka përfituar nga çdo subjekt politik. Askush nuk ka të drejtë të luajë me bukën e gojës të tjetrit. Drejtësia dhe ndërgjegjja duhet të jenë mbi çdo vendim, sepse nesër mund të jemi të gjithë në vendit e atyre që padrejtësisht u mbyllet dera. Këto janë arsyet që rrezikojmë edhe të ekzistojmë si shtet duke na larguar nga njerëzit nga vendi. Largimet nga puna pa asnjë arsye ligjor janë veprime ignorantësh dhe njerëzish jo profesionist, ndërsa largimet me arsyetime për bindje politike janë absurdi më i madh, sepse në ligj nuk ka kusht që të përcakton bindje fetare, politike dhe të tjera. U bëjmë thirrje çdo institucioni relevant, duke filluar nga Ministri i Shëndetësisë, Drejtori i Shtëpisë së Shëndetit në Kërçov, të rikthejnë kontratat tona deri kur i kemi të nënshkruajtura. Përkundrazi, ne do të kërkojmë të drejtat tona në gjykata dhe do të protestojmë. I pyetur për këtë, drejtori i sapo emëruar në shtëpinë e shëndetit në Kërçov, Valon Sadiku, thotë se kontratat janë ndërprer për arsye të mos respektimit të orarit të punës, si dhe keq përdorimeve gjatë formulimit të kontratave nga udhëheqësia e kaluar. Megjithatë, ai thotë se janë në pritje të marrjes së pëlqimeve nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, që edhe këto punonjës të rikthehen në vendet e tyre të punës. Faleminderit për vizitën, e ndjej si obligim si drejtori i shtëpisë së shëndetit ta informoj opinionin publik që nga dita e sotme 8 persona të punësuar me kontrata në vepër u është ndërprer kontrata për arsye të mos respektimit të orarit të punës dhe janë vretur keq përdorime në formulimin e kontratave. Me njëherë reagova dhe i shqyrtova shqetësimet e të larguarve dhe mundohemi, jemi në proces që edhe këto 8 të larguar të angazhohemi, të marrin pëlqime nga Ministria e Shëndetësisë dhe të kthehen edhe këto të vazhdojnë. Drejtor, është pak nëse duhet të kthehen, pse është dashur të ndërpritet kontrata, nëse duhet me patjetër edhe të kthehen në punë? Me patjetër sepse janë vrejtë e keq përdorime. Ka pasur vrejtje për këtë nga ana juaj? Vrejtje në aspektin detyre. Tërheqje të vrejtjes ndaj punësuarve të cilët nuk i kanë respektuar kushtet e punës. Unë detyrën e kam pranuar para 4 ditëve dhe me njëherë kam filluar me rishqyrtimin e kontratave dhe vreta mos respektim të disa, mos respektim të orarit të punës, mos them se nuk jam paraqitur fare në punë dhe mos përpilim i duhur i kontratave. Nuk është respektuar vendimi i organeve kompetente.
Edhe pse janë ndërprer kontratat e punës, drejtori Sadiku thekson se shtëpia e shëndetit ka nevojë për personel. Ai thotë se qëllimi i tij është që të punësuarit në këtë institucion të jenë me vendime të rregullta pune dhe jo me kontrata të përkohshme.